Nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri ka deklaruar se presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova ka qenë i përfshirë drejt për drejt në një marrëveshje me presidentin e atëhershëm të Shqipërisë, Ramiz Alia, për krijimin e celulave të para të strukturave të armatosura të Kosovës. Në një lidhje direkte në Debat Plus, Aziri tha se më 2 shtator 1990 është ngarkuar personalisht me organizimin e celulave të para për përzgjedhje, përgatitje dhe dërgimin e të rinjve në trajnim ushtarak në Shqipëri, në kuadër të kësaj marrëveshjeje. Është e vërtetë që më 2 shtator 1990 jam ngarkuar me organizimin e celulave të para që kanë pasur për qëllim përzgjedhjen, përgatitjen dhe dërgimin e njerëzve në përgatitje ushtarake në Shqipëri, sipas një marrëveshjeje mes presidentit Rugova dhe presidentit Ramiz Alia, deklaroi Aziri. Sipas tij, zbatimi i këtij plani është menaxhuar më vonë nga autoritetet e tjera, ndërsa në terren kanë qenë të përfshirë figurat e njohura si Afrim Gagica dhe Sali Çeku, i shpallur i heroi i kombit. Aziri theksoi se përzgjedhja e rinjve është bërë në mënyrë shumë të kujdesshme në secilën zonë dhe komunë nga autoritetet e caktuara, ndërsa trajnimet janë zhvilluar në Shqipëri mbi bazën e përvojës së shtetit shqiptar në rekrutimin dhe përgatitjen ushtarake. Duke folur për rolin e Shqipërisë, Aziri bëri të ditur se i shefi i Shërbimit Informativ Shtetëror, Irakli Koqollari, ka qenë autoriteti i parë që ka implementuar këtë plan. Ai ka qenë autoriteti i parë që e ka implementuar këtë plan, u shpreh Aziri. Deklarimet e Azirit vijnë pas publikimit të audioincizimeve, të cilat sipas tij hedhin dritë mbi përfshirjen e Rugovës në fazat e hershme të organizimit të rezistencës për çlirimin e Kosovës. Ndërkohë, moderatori Ermal Panduri ka bërë të ditur se Koqollari do të flasë për këtë temë më 3 shkurt në Debat Plus, ku pritet të publikohen detaje shtesë nga dosja në fjalë.